Nëse po kërkoni një aratësie vjeshtore me diell pa fluturime të gjata, Shqipëria mund të jetë zgjedhja juaj perfekte. Kjo është këshilla që u jep turistëve media britanike Express. Shqipëria vlerësohet si një nga perlat e nënvlerësuara në Europën juglindore, e cila është e arritshme në më pak se 3 orë me fluturim direkt nga Mbretëria e Bashkuar. Ky destinacion, manitës europian, shkruan Express, ka plazhe të bukura të cilat edhe në tetor mund të shijojnë ende pasi ka temperatura ditore që arrin deri në 20 gradë Celsius. Ndërsa pjesa më e madhe e Europës ftohet dhe turmat nxitojnë të kthehen në shtëpi, bregdeti jugor i Shqipërisë mbetet jashtëzakonisht i ngrohtë dhe i qetë. Riviera shqiptare është e pakrahasueshme, me plazhe të mrekullueshme, si Ksamilje, me urat e tij të kristal dhe rërën e bardhë. Qytete si Dërmiu, Jalt dhe Himar janë ideale për relaks pranë detit pa turma të mëdha. Berati dhe Gjirokastra janë 2 vende të trashëgimisë botërore UNESCO me arkitekturë unike dhe kështjella madhështore. Parku Kombëtar i Butrindit është një tjetër vend mangjepsës, ku mund të eksploroni rrënjojat greke dhe romake të rrethuara nga natyra. Nuk lihet pas dhe Tirana. Sipas Express, kryeqyteti ka një atmosferë të gjallë me ndërtesa shumë ngjyrëshe, jetë natë dhe vende historike, si sheshi Skënderbej dhe muzet. Ndërsa për ata që duan të shijojnë natyrën, malet e Nemuna në veri ofrojnë mundësi të shkëlqyera për ecje në natyrë dhe pamje manitëse.